Mundesh me më tregu cila është varësia jote edhe që ke arë me kërku shërim? Unë kom abuzu edhe kom përdorë shumë substanca, për shkak se lamia jam në shkencë, edhe ajo që më ka shty mi këshyr këto substanca që ka bojnë trup tem, thjesht u kanë kurioziteti, për dhe mundet më kanë, për shembull, depresioni ose diçka më shëru, po çdo cili ka një arsye të vetën, po arsyeja jam më kanë kurioziteti, po nuk mundesh me fitu asnjëherë luftën me substanca pa marrë parasysh sa do i fuash që t'jesh droga gjatë kamet mujt. Kur po thu substanca, janë një gamë gjane substancave, çka konkretisht ke përdorë, me çka ke fillu, me çka ke përfundu? Unë kom fillu me marijuanë, kom përdor meskalin, kom përdor LSD, kom përdor tramadol, kom përdor qetësues shumë. Bile kohët e fundit qetësues janë tu përdor në mos të madhe, njerëz nuk e dinë që ato janë shumë të rrezikshme edhe mujnë me të pru deri në epilepsi, edhe në rinj shumë ato përdor qetësuesi ekstrem pa kontroll.